Miq Prizmos, një nga ato kryeveprat që bën Sali Berisha, përveç se ngatrimit hapjen e mitingun hapje për punën e inteligjencës artificiale, ishte edhe në bresha për atë thirrjen si numri 1, edhe në italisht thoshte noi siamo uno. Nëse është momenti që i personave pjesë politikës që ngjarën me Bidenin nga herë, që nuk din të ndalen, nuk marrin parasysh që pleqëria, sistemi i plakjes bën punën e vet. Unë vetë duhet ta dalloj që kur të filloj plakja dhe fjalët të kem pak zmarriment ose t'ju merren pak mend vetë fjalëve. Mos t'i lidhësh kaq mirë, duhet t'i zbulosh nga herë, të kesh aftësinë për t'i zbulu. Mos rrjedhin lirshëm, ose nuk e di, mund të ndodhen në një element tjetër të tërhiqesh. Të marrësh përsipër që shiko, deri këtu ishte, tash nuk duhet të vazhdojmë, andaj sepse normalisht duhet t'i le pjesën përfundimtare deri në mbyllje të jetës, sigurisht. Jeta kështu është, ka një nisje, ka dhe një mbyllje, e cila të kalohet në mënyrë të qetë, në mënyrë, si të them tash, në mënyrë të përkorë, pa gabime, mundshme që i bën edhe pleqënia. Nuk është ka këto, Sali Berisha, nuk merr përsipër. Megjithatë, në zgjuarsinë e tij, në dinakrinë e tij, Berisha nuk është i zgjuar. Sigurisht që ka qenë studios, ka lexuar, por në thelba i ka mbetur dinak. Meqë mundohet marrë përsipër të flasë italisht edhe vërtet në noi siamo uno, gjë që s'ka kuptim, po ta shprehës në italisht është kuptohet që je stranier. Por ideja është që ai nuk është kaq shumë inteligjent, kaq shumë i zgjuar, është thjesht furbolent ton italianët, është dinak. Në themelin e tij është dinakria, ajo që patjetër parashikon lëvizje, parashikon normalisht gjendje të ndryshme politike, i pleks ato, i thurr për të nxjerrë, sidomos në mënyrë kompakte dhe në mënyrë të qartë përfitim për vete. Dinakria e tij është e njohur edhe nga krajina ose nga vendi që vjen. Normalisht inteligjenca ka të bëjë me një zhvillim të lartë mendor, aktivitet të jashtëzakonshëm, por shoqëruar me atë që do të mbijetosh dhe përdorimin negativ të inteligjencës, zgjuarësisë, po themi, inteligjencës në koncept themelor modern, përbën pastaj edhe atë zhvillim të botës. Në shumicën e rasteve, ne duhet ditë dallojmë kush është dinaku nga inteligjenti. Inteligjenti duhet ta vejë zgjuarsinë e tij në shërbim të së mirës, dinaku vetëm në shërbim të vetes dhe të keqes. E thash këtë tash për të nxjerrë konceptin pse është dinak. Sepse normalisht të gjithë kuptojnë që përdorimi i laçivitës i këtij tipit nga Amerika, që bën sigur është i dërguar i Trumpit, kur Trumpi as do me ditë gjë se ku dreqen është ky, ose ku merr parë ky, as i bën përshtypje fare kjo punë. T'jeni të sigurt për këtë punë që as do m'ia ditë për këtë gjë, as e njeh, as nuk afrohet dot në drejtime, sepse e ka mbaruar punën e vet. Shifet edhe raporti midis të bërës së një fushate elektorale, fjala, mentor, njeri specialist, e dini atë barsaletën e kompetentit me blonjatët, e përmend vazhdimisht, ky është kompetenti i Sali Berishës. Po, kompetentit në venin nga herë që djonte penalltin, kur e humbte, a imagjinoni se çfarë ndodhte me të? Këtë dinakritë që i përdor Berisha me laçivitën. Ai vjen këtu edhe futet në fushat elektorale si njëri politizuar, njëri si strategu, po mban fjalime politizimi. Domethënë, kryen atë që në Itali, aty në breshja, quhet koinvolgiment, futet brenda për brenda. Dhe këtë kërkon Sali Berisha, sepse nesër do ta ketë alibinë e dytë. Alibia e parë, Sali Berisha gjithmonë ka qenë vjedhja e votave dhe manipulimi nga mafia, nga Edi Rama, nga shteti, nga pushteti, nga komunistat, tilla gjëra. Tash kësaj i shton edhe diçka tjetër. Me datën 12 kur të humbi, dhe ta shohi veten në humbje akoma më të madhe. I shton laçivitën.
Këtë personi I cili u fut në fushat si politikan, jo si them strategi I fushatës, ai që ndërton fushatën, sepse po hap një parantezë. A imagjinoni ju që një komunist si Sali Berisha të lejoj Ljaçevitën që të përgatis fushatën? Ju shkon mendje që një si Sali Berisha, që ka qenë 1968, që merret me politikë, kur kishte lindur, 67-ën ka lindur, 66-ën, Ljaçevita. Që atëherë është antar I Partisë Punës Shqipërisë, Partisë Enver Hoxhës. Imagjinoni Ljaçevitën që të di se kush është partia e shokut Enver dhe shokut Sali. Nisi Ljaçevita, po themi. Pra këtu është edhe alibia e dytë. Para, Sali Berisha edhe për karakter nuk do pranonte kur të merrte mend nga Ljaçevita. Se Ljaçevita nuk ka për të pas kur mend sa Sali Berisha dhe dinakria e tij e lindur. Ljaçevita është njeri inkombrant I cili kujton se është I zgjuar në Shqipëri, në të vërtetë në Shqipëri nuk mund bëj asgjë përveç se të mbaj fjalime patetike që e fusin brenda në politikën e këtij vendi. Imagjino kur shoqëron një si Fatmir Mediu, I cili ka hedhur një herë një katun në Shqipëri. Edhe ky vjen pastaj të largojë komunizmin në anë të komunistëve të tillë. Por ajo që desha të them është që sigurisht Ljaçevita do shërbej si alibia e dytë e fortë e humbjes së Sali Berishës. Ai do t'ia lejë fajin atij. Si do t'ia lejë? Në dinakrinë e tij, në furbolencën e tij, do t'ia lejë edhe për shkatrimin e fushatës elektorale. Udhëzimin e keq të tij. Krahas asaj që më vodhën, më sabotuan pushteti kështu e pushteti ashtu. Po edhe një pjesë e madhe do thosh, shiko se edhe Ljaçevita ka mundësi që të shkojë deri në pikën që Ljaçevita është blerë nga Edi Rama. Edhe këtë duhet ta filloni ta përpunonin si mendim që edhe kjo mund të përdoret. Dakord miqtë e mi. Nga Sali Berisha dhe dinakria e tij, furbulenca e tij dhe sidomos marrëzia e tij për një plaku, tashmë të shkuar në mos, po dhe njëkohësisht të filluar nga procesi I vdekjes miliona e miliona qeliza dhe neuronave dhe lindjes shumë pak prej tyre, do të përbëjë edhe të keqen e madhe të mos interpretimit normal. Sepse deri tash në marrëzinë jo normale të tij kishte një normalitet. Edhe mund të pranoheshin disa idiotizma dhe në Shqip thuhen edhe gomarleqe, të cilat ishin përgatitura për këtë element. Posaçërisht për këtë element edhe të besueshme posaçërisht për këtë element. Justifikimin e humbjes. Tashmë nuk është justifikim humbjes. Është delir personalizues I një taktike të thjesht humbjes politike në mënyrë, si të them tash, teatrale, skenike, të përgatitur bile dhe mendim nga perëndimi. Dhe ndima nga perëndimi është gjithë. Kush është paguar me para, sigurisht, e ka emrin Ljaçevita. Dakord miqtë e mi.